të Italinë kishim parë gjithmonë nga televizori. Dhe kishim jo vetëm ndruar, po parë si kur ishte një parajsë toksore, sepse ta shohësh në kanalet 5 nga ai shkëlqimi mediatik. Ti kujton që Italia është ajo në fakt. Në fakt kur shkon pastaj si një student me një stampë nga mbrapa si emigrant, do thotë që mes emigrantëve dhe studentëve për ata nuk kishte ndonjë diferencë shumë të madhe. Po ndërkohë do filloj të kërkoje shtëpi, do kërkoje punë për të jetuar. Ndërkohë do futesh në shkollë, do regjistrohesh. Me gjithmonë me këtë damkë nga mbrapa albaneze. Por që të bësh 3 shkolla të larta është absurditet. Unë bëra gati 100 e ca provime në jetën time. Në fund fare, një pjesë e tyre më shkuan dëm, nuk më mbledhen për asgjë, sidomos pjesa e gjeografisë pakës. Por në fund kur ktheva nga Italia me nota goxha të larta, në fakt, ishte shkolla që mua më ndryshoi jetën edhe për mënyrën e perceptuarit gjërave. Deli shkollës ishte komplet e ndryshme në fakt. Shkolla që unë bëra ishte një shkollë teorike për artin. Dhe aty metodologjia ishte totalisht e kundërt, e ndryshme me këtë që bënim në shkollë. Në shkollë këtu të mësonin të thoje atë gjë që të thonte pedagogu, ta rithoje atë gjë që thonte pedagogu. Pra ishte pak a shumë sistemi rus, ku ti duhet kesh memorie të fortë, të rithuash në mënyrë besnike atë që thot ai. Nuk lejohet ta vendosësh. Për përmendesh që e kemi vuajtur kaq shumë, dhe nuk lejohet as ta vesh në dyshim atë që thot pedagogu. Pra pedagogu është e fundit dhe e para fjalë dhe e vërteta. Dhe ai është ai zotruesi i asaj shkence, asaj dieje. Ndërkohë në Itali raporti me studentët ndryshonte shumë. Pedagogu t'i jepte një opsion të mundshëm të asaj, ti ka mundësi të dije opsionin e tij, opsionin e 2-3 studiuesve të tjerë. Dhe pse jo, masi ti dije këto, të ofrojë opsionin tënd mbi subjektin. Dhe kjo t'i jepte mundësinë që ti filloj të ndërtoje një personalitet, filloj të shikoje gjërat, dyshoje mbi gjërat, edhe të interpretoje pse jo, se bëhet fjalë për objekt artistik, nuk bëhet fjalë për një mal i cili duhet shtrezohet dhe shtresat janë përcaktuara nga formula